Pas të 40-tave, këtë sekret duhet ta dini me patjetër për të jetuar sa më gjatë dhe më shëndetshëm. Nëse jeni një grua në mesin e të 40-tave, me siguri keni qenë dëshmitare e një sër dietash të modës dhe vlerave të shtrenjta ushqyese gjatë dekadave të fundit. Në fakt, tani duhet të jeni më të kujdesshme duke vendosur një model të duhur të ngrënit që funksionon dhe ju bën të ndiheni energjik dhe të shëndetshëm. Ekspertët e shëndetit e quajnë këtë edhe një dritare mundësie. Kjo për shkak se vendimet që merrni në moshën e mesme do të ndikojnë në shëndetin tonë në vitet e mëvonshme. Gjithashtu, për të pasur një shëndet më të fortë edhe me kalimin e viteve, duhet të përfshini sa më shumë perime të dietës suaj si zarzavatet me gjethe, selino dhe panxar. Të mos qëndroni të uritur për një kohë të gjatë dhe të mos evitoni proteinën. Të hani më shumë fibra dhe të menaxhoni kolesterolin. Të planifikoni një dietë mjaft të mirë për shëndetin tuaj, duke u bazuar gjithashtu edhe në të dhënat e organizmit.